Tani zonja Kocaqi, Po. A ju ftuan këta të Partisë Demokratike për koalicion, sepse ata kanë bërë 26 parti, 25 kanë betur në fakt, se Jenisheri u largua. Atëherë. Zotë Jenisheri iku nga aty, tani ty të kanë ftuar këta Partia Demokratike? Atëherë, mua nga larg më kanë ftuar, por unë nuk futem koalicion me Partinë Demokratike dhe me atë koalicionin që ka bërë Partia Demokratike, sepse ne as me këtë Parti Socialiste, ne duam të bijmë një frym të re për te Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, me njerëz të rinj dhe qëra fjala, ne nuk merremi se qa bjem, se qa produkti bjem, ne nuk bjem njerëz që janë të inkriminuar, bjem njerëz që punojnë, njerëz që kanë një arsim të caktuar, madje folët për Artanin, po pak tha që është një pi i Aqif Pashpërmetit. Një nga 10 familjet më të mëdhaje që ka Shqipëria, që kanë kontribu për Shqipërinë dhe janë 50 vjetë më shumë persekutuar në të vënd. Artani duket zot një djetë, o zonjë. Një nga arsyet që unë e ka marrë pikërisht është pse se i përket një familje të tillë atëherë, për të shkuar tek... Eshte zotnin, për të shkuar... Por njeriu mund të punoj ku doj tani, nuk ka rëndësi. Me e merë tani, kur njeriu në merë... Artani punon 3 punë. Kur njeriu e merë, po nuk ka rëndësi me 5. Po, është zoti, bravo i qo. Tani, po kur ti... Nga puna që e kanë marë, nuk e kanë marë nga punë tjera. Se punë të tjera është këtë shëqate. Një minut. Kur e merë nga një punë, që e shumë e zakonshme puna, punojnë shërbimi, roje që son shqiptarë, dhe e ti këtë, e qonë një vend tjetër, përpiqet të godasësh një njeri në mënyrë shumë çuditshme, nuk ka lidhje fare. Ne do ndjekim rrugën ligjore. Tani po flasim për Partinë Demokratike. Nuk bëjmë aleancë me to, prandaj thash. Nuk bën. Jo, as me njërin, as me tjetrën. Po në qoftë se ju keni në dorë formimin e qeverisë, morët votat tani. Po. Zoti Arbenet tjetër, korrupsioni do t'jetë pika kyçe. Jo, një minutë se s'kemi. Shqipëria po vuan a do bëjmë koalicione me ata? Jo. E di pyetje. As me Ramën, as me Ramën, as me Berishën nuk shkojmë, sepse ne duam, nuk kemi këtu për, më kupton, nuk kemi këtu për të majtë Ramën dhe Berishën më në pushtet. Dakor? Ne jemi këtu për t'i bën Shqipërisë një të ardhme të re. A kuptoni që ku është Shqipëria? 35 vjetë më i thonë po vetin gjysmë shekulli. Rama Berisha ka 28, Rama 35 Berisha. Po bol pra këta fëmijët e tjerë të Shqipërisë, këto djemtë dhe vajzat të shkolluara jashtë e brenda. Kur do vinë pushtet këto? Po këto pse mos kontribuojnë për Shqipërinë? Pse me ta pije kanë marrë pushtetin politik Shqipëria e Rama dhe Berisha? Jo, s'jam fare dakord. Kërkojmë një frym të re në politik. Frym të re. Po, populli pasandaj vendos, nëse populli do të marrë Ramën dhe Berishën, po shumë mirë të vazhdojmë me Ramën dhe Berishën, kemi çaj bëjmë më pastaj. Po, që jemi tek mere. Keni pas oferta ose diskutime me këto partitë të reja për bashkëpunim? Këtë pikërisht këtë dhe më falë. Jo, për pas të përim të kjo. Po, thuaj se të gjitha partitë... Me që thatë këtë të rejat, fiksoj pyrin e Abilekajt. Po. Ju duket ndonjëre sak nga këto, se do të them që konkrete unë. Për shumë, kjo lapaj për shemull, është shumë afër jush, vërtet shumë për atë dhe unë dhe kjo. Ska lidhe fare për atë dhe unë lapaj. Ju duket i sinqeta, po është si populizm. Jo, ska lidhe. Atë dhe unë nuk është duhet për vota. Atë dhe unë duhet konstantisht, në mënyrë konstante, sa ke bërë ti 10-15 vjetë për para për atë dhe. Nuk po them se do atë dhe unë, por unë kam qëndrim tjetër dhe nuk është se jemi bashku me ta për arsye të tjera. Arsye janë përgjithësi kjo listat që bën këto, hiq këtë të mbyll këtë, vër këtë, dhe ne nuk e donim fuqin. Me gjerët e këtu. Tek të rejat e kista Abilekaj. Se ti në fakt në studio njeri nga për të nismë studia, ka deklaruar që do të ishi dhe ju. Jo, a i ka deklaruar, por unë nuk kam dhënë në një marrëveshje, ata kam pas dëshirë, dakord? Edhe unë ne kemi marrëdhënie shumë të mira me gjithë partitë. Nuk të themi jo, mojti. Por, është tjetër gjë, sepse kur je një parti e re, ti do të konsolidosh partinë, do të marrësh një votën, do të provohesh. Ju nuk merrni dot vota në qoftë se po të ishit bashkuar do merrni shumë vota. Më fal, dakord, të kuptoj. Por problemi është se të tëra këto partitë bën një marifet. Pra te lista mbyllur doni me e djek, me hyrë në listë të hapur. Mua kjo gjë në një parti të re nuk më pëlqente për arsye sepse do bie të futë që baban, maman, të të rishin këto dhe të bishit i taktik. Taktik për të luftuar sistemin ishta jo. Jam shumë dakord. Një mënyrë që të luftoni sistemin. Bravo i qoftë, nuk jam kundër taktikës që kanë ndjekur ata. Por për ne ishim një organizim më i ri sa ata dhe kishim goxha më të vështirë për ta bërë një gjë. Ata kishin 1-2 vjet përpara nesh ishin marrë me organizimin e me çdo gjë tjetër. Kështu që për këtë arsye dhe shumë arsye të tjera, nuk dëshim të bënim marrëveshje. Bëhet negociata me këta?
nuk kemi bërë, nuk do më kena... Agron Shejaj me nismë të Shiko, të themi gjë, Agron Shejaj nuk ka dash të bëjë një aleancë me askënd, ka dash të hynë zjedhë. Agron Shejaj nuk. Arlind Qohri nuk ka dash të jetë me askënd, sepse është i qëndërës, është përgjithësi i majtë, në drejtim nuk ka dash. Nuk do ndaj. Të vetmi që kanë qënë është Lapaj me edhe ky zotria tjetër se ka emrin Ali Bejaj, Shehi, dakord, të të po, ne nuk e kemi parë të arsyeshme. As keni pranuar ju në këtë rast? Po. Po vetëm besoj, keni shumë më vështirë se po të ishit në koalicion. Po të ishit në koalicion. Shiko, qëllimi ju politik nuk është dalë unë deputet, asë në cilin deputet. Qëllimi ju politik është që ne të sjellim një frymë të re dhe të bëjmë një ndryshim Shqipëri. Qofse populli nuk do ta bëj, këtë varet nga popullit, ne ofrojmë vetveten, por ne s'mund të ofrojmë shumë se sa kaq. Ofrojmë dhe një grup të pastër njerëzish që as kanë vjedhur, as kanë bërë absolutisht s'kanë i të kaluar të pistë në jetën e tyre. Ne mundohemi të bëjmë këtë gjë, pastaj populli është ai që vendos. Mirë, se kjo jeta juaj kështu një muaj zgjat, se pastaj mbas zgjedhjeve nëse ju arrini një rezultat. Jo, ne do të vazhdojmë të jesh i sigurt për këtë, e para, e dyta, unë kam 20 vjet në jetën publike, pra unë e njoh publiku dhe publiku më njeh mua. 20 vjet që investohesh. Po, në jetën publike, nuk vi në politik. Nga persona siç vinë anonim dhe kërkojnë të bëjnë një emër në politik, unë jam munduar të punoj dhe me atë punën dhe besueshmërinë, mendoj sepse dhe ka marrë për të shërbyer politik, nuk ka marrë fare për pushtet. Nuk ka pushtet, që po të atakoheshe një koalicioni, do e kishte më të letë për të arritur qëllimet se sa në këtë formë. Nga pikpamja meritokratike dhe nga pikpamja e arritjeve njerëzore, nuk ka pozicion më të lartë se profesor universiteti. Asnjë. Ai është pozicioni më i lartë në hierarkinë shoqërore që ekziston. Dakord? Por problemi është është për ne për shembull për njëri tjetrin themi nuk ka pozicion më të lartë se nuk ka më të lartë, sepse nga aty dalin gjithë, dalin mjekët, dalin politikanët, dalin gjithë, nga universiteti dalin. Problemi është këtu. Momenti që Shqipëria ka nevojë për ne, zoti Rakipi, unë po ta them që personat që janë profesor universiteti, intelektual, ku di unë, refuzojnë të merren me politikë. Por duke refuzuar gjithë merren me politikë, ne kemi lënë politikën në duart të njerëzve të papërgjegjshëm. Atëherë, a mund të vazhdojmë me Shqipëria në këtë formë? Po mirë, po tani si apo... Atëherë, unë e du Shqipërinë, më dhimbset, kam një jetë, një ditë do të vdes, nuk do të mbesem këtu. Atëherë, momenti që unë jam fund jetës time dhe do të kthej kokën mbas, do të them, Elena, patë një mundësi të bëje diçka të mirë për vendin tënd, pse se bëre? Unë bëj përpjekjen time, populli do bëj vetën, dakord? Unë nuk po them se unë këtu do arri sukses, unë do bëj këtë, unë po përpiqem të jap një program duke qenë profesore qeverisjes, të them do bëj diçka të mirë, do zgjidhim problemin e pronës, të shikosh ti problemin e pronës vë duart kokë çka kanë bërë këta. Do bëjmë një qeveri nesër tjetë më regulatore, e ke qeveri jo regulatore, e ke vetëm regulatore për interesat e veta, do të bëjmë një qeveri që tjetë modelit japonez, ku të ndihmoj biznesin, si të ndihmoj biznesin, të studioj tregun, të marrë një grup ekspertësh, të modelit skandinavë, po... Dakord, jo, të marrë modelit... Mime, dakord, ndje po afrojmë këtë model, sepse du të kemi parasysh politikë është oferta që t'i afron. Dhe oferta që t'i afron është programi që t'i afron dhe njerëzit. Dhe unë po të them që ne duam të bëjmë, ne t'i japim një mundësi Shqipërisë për të ndryshuar. Ti nuk e pas për qeveri për shqiptarët këtu. Ti ke pas një grup i cili është shkëputur nga politika. Nga populli. Një nga gabimet që ka bërë që beni ju, partitë e reja është që po të ishit bashkë, kam pasur gjithmonë ideën dhe unë i kam thirrur me këtë ide këtu, që të bashkohen. Për shembull me Lapajin ju mund të shkonit shumë mirë. Nuk kam asgjë të thash. Çështja është këtu, mënyra teknika që nuk të pëlqen Lapaj tyte. Jo më për teknika që u përdor për të zgjedhje. Ishte e tillë që ishte pak problematike sepse kemi dy lista të hapura dhe lista të mbyllura. Ky është problemi shqiptar. Jo, nuk është çështja fare e bashkimit. Dakor, po ata mund të thonë tani. Që juve keni vënë emrin në listë të mbyllur dhe votat duhet i marrin këta që janë listë të hapur. Jo, e ka ligj, votohet partia. Ne kemi bërë thirrje votim partie, jo për votat lista të hapura. Por artiklet që gjetën ata ishte drejt. Unë nuk e kundërshtoj. Që nuk mund të jetë kjo pikë ku do ndahesh. Jo, nuk e kundërshtoj. Por nuk kemi dashur ta, sepse ishim thash një parti e re dhe kishim shumë të vështirë. Ata kanë gjetur teknikën e tyre shumë mirë kanë bërë. Ne kemi zbatuar ligjin e shtetit shqiptar, por ne jemi kundër këtij ligji. Pra jemi kundër kësaj forme të zgjedhjes deputetëve. Kjo duhet marri fund. Është turpshë për Shqipërinë. Shkelja e drejtave të njeriut maksimum. Përveç këtij pozicioni. Filluar të bëhet politikane. Përveç këtij pozicioni që të jep ylli këtu, që të kemë mundësi të flasësh me publikun. Si ja bën për të kërkuar vota?
gjatë ditës. Atëherë, ne kemi këto dy mënyra. E para njëherë të qytetari. Ne nuk kemi, e dini ju që deri tani neve i kemi fondet nga shteti për fushat, edhe pse jemi të regjistruar, i kemi zero. Jo, Partia Socialiste jo, i kanë të tjerat. Partia Socialiste, Partia Demokratike e japin vetës vetë gjitha. Ka garuar ato, nëse dhe është goxha e vështirë për ne si parti të reja me bë fushatën që bëjnë këto. Dakor? Ne do mundohemi që nëpërmjet kontaktit drejt për drejt me njerëzit, siç ka qenë ajo mbledhja e firmave në rrugë, për shembull, ishte një gjysmë fushate. Sepse ti takon me njerëzit, ke hallet. Po të në çfarë bëni? Pa shkoni bini derë, sa bëni takime? Po, ne bëjmë takime domethënë duhet të shkojmë te qytetari. Pra, nuk është çështja e mbledhjes së mitingjeve të mëdha siç e bëjnë partitë e tjera që mbledhin njerëz aty.